problemi është që këtë këngë kemi shumë kohë që e dëgjoj. Domethënë, mosbindje civile do të bëj i bindur i opozitës. Sali Berisha është i burgosur, rrjati e lartë nga 8, nuk guxon të mos bindet për vete, por bën thirrje për mosbindje civile. Pastaj nga ana tjetër është Shesharake, mosbindje civile me orar, me leje. Domethënë, këta do t'i kërkojnë leje policisë dhe qeverisë që të mos binden nga ora 5 deri në 7, 8 apo ku diun derisa të zgjasë protesta. Këto janë përpjekje për të ndalur rrotën e historisë. Rrota e historisë ecën vetëm në një drejtim, nga shkuara në të ardhmen. Këta, domethënë, kanë këtë lëvizjen dumbabiste, vetë quhen opozita, thua se vetëm këta janë opozitë në Shqipëri, quhen Sali Berishën kryetari i opozitës. Nuk e di, po të pyesësh Adriatik Lapaj, Nendur Shabanin, Lulzim Bashën etj. Ne e njohim Sali Berishën si lider të opozitës. Domethënë, këta po luajnë për të qenë opozitë. Sali Berisha do patjetër të jetë opozitë sepse e di që nuk mund të jetë pushtet. Dhe protesta, mosbindje civile, domethënë shumë qesharak si term. Një sekond, mund të bijem dakord bashkë te përdorimi i termit, se për ato për të burimin, a është mosbindje civile me orar, por tërheqja e vëmendjes ndërkombëtarëve besoj është arritur deri diku. Me atë çfarë ka ndodhur. Për të treguar çfarë mendon Shqipëria, ata e dinë, por padyshim duhet një gjë për të tërhequr vëmendjen që dëgjoj. Edhe në këtë vend ka shumë probleme. Nuk është gjithçka vaj me Edi Ramën kryeministër sipas opozitës. Dhe besoj edhe ti bie dakord që me këtë logjikë që nuk është gjithçka vaj me logjikën e opozitës me Edi Ramën, apo jo? Jo, me këtë logjikë unë bie dakord që nuk është gjithçka vaj, që kjo klasë e korruptuar politike duhet të shporret nga skena, duhet të rrojë skenën. Ti po më thua që këta diçka kanë arritur, a mund të të pyes? Jo, po të pyes, a kanë arritur diçka, kanë arritur vëmendjen e ndërkombëtarëve, pra tërheqja e vëmendjes në Parlamentin Evropian, me eurodeputete që vinë dhe informohen mbi atë çfarë po ndodh. Këtë po të pyes. Thimi, në Parlamentin Evropian edhe po të shkojmë të dy nesër mund t'i takojmë 3-4 deputet. Këta janë deputet kuvendit Shqipërisë, sigurisht domethënë, ju jepet pak vëmendje. Mirë, po ne dëgjojmë çfarë thon këta që shkojnë nga Shqipëria, nuk kemi pasur një deklaratë deri tani. As të deputetëve të Parlamentit Evropian, as në një rezolut Parlamentit Evropian, do të thënë rezultat nuk ka. Mos themi që ka pak rezultat, nuk është korrekt. Rezultat nuk. E kuptoj. Kjo është një pjesë e opozitës, themi, që këtë betejë po e bën kundra Spakut, Sali Berisha del dhe e thot troç drejqemori. E thot troç. Ne duhet të çbëjmë Spakun këtë band kriminale, këtë organizatë mafioze etj. Domethënë lufta bëhet kundër strukturës posaçme antikorrupsion. Burimi. Sepse ka futur në Ed Berisha nga mbarova. Ka futur në burg Ilir Metën dhe goditja pritet vazhdoj.